بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa taala. E udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humbur, ndërsa të cilën e lën të humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së pastërt, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre cilët ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Milionin radhë parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të përsosura, që këtë natë të bekume, këtë natë të madhe, që është nata e 27 e muajit të Ramazan, që sipas shumicës absolute të dietarëve supozohet që është nata e Kadrit. Shumica absolute e dietarëve thonë se nata e 27 është nata e Kadrit. Edhe pse për këtë ky mbet mendim i dietarëve, askush nuk mundet me marrë me prej me thonë 100% është 27, sa ato veç Allahu e din. Po ne shpresojmë dhe kemi bindje inshallah taala që ne jemi në këtë natë. Duhet të qenë vigjilent, duhet të qenë sy hapur. Nuk bën këtë punë që i ki bot deri që tash mirë. Pe qëti momenti që e fali Jacin, une po ju këshilloj pe i loqke zemrës se cilët për thomë, ja vlen vallahi derin sabah mos me flajt heq. Ama jo mos me flajt derin sabah me kalu me punë të kota, jo. Po me kalu njeri të jabo ma sporti duke e kujtu mangësin e se cili pej neve ka pas mangësin këto 26 ditë Ramazan që i kena kalu. Sot e agjerum ditën e 26, e lusë Allahun që këtë ditë që e kem agjeru, Allahu agjerimit në e këtë pranu, në këtë liru pizjarë me gjehnemit neve, përindrit ton dhe gjithë muslimanet. E pa dyshim se këto 26 ditë na kena pas mangësi, kena lon mungi, kena lon shumë gjëra mungu. Sado që jena mundu me qenë për kushtum se na jena krijesa, jena njerëz, e njeriu do të thotë vetë veten e vetë është i kriju i dopt. Khuliqal insanu dhaifa, thot Allah te baraka wa taala, është kriju njeriu i dopt, nena dopt, nefsi i dopt. Inna an-nafsa lammaratun bis-su. Pega Allah thot nefsi është i prim me ik, me anu, ka e keqja. E kem një karin që i thojnë atë shejtanin, si se cili e ka me veti, a i non stop i bën presion për me u largu prej rrugës drejt, me shku shtramt, mos me hec drejt. Po Allah te bareka ve taala nuk i ka jep ati atë pushtet që ai ty me të ka për dorë, po ai veç vezveset bën, ai të përshpërit, e përshpërimat edhe vezveset e ti munden kur ne i bindemi Allahut, kur ne bëhemi të sinqert me Allahun, kur i nënshtrohemi Allahut, se vet ai shejtani i mallkum i tha Allahut, tha krejt robët e tu ko me i hum, përveç tha robëve tu të sinqert. Sinqert s'ka dorë shejtani, të robët e sinqert s'ka sultan, s'ka pushtet. E robi është mirë me e këshyr tash, me a bo vetës në këtë natë të madhe, me a bo vetës një refresh, me a bo vetës një korrigjim, me u këthy të Zoti. Në radhë parë, gjën e parë që duhet me e bo, me e ripërtrin jetin e veprave, që veprat jem të i bo për Zotin. Se Allahu nuk e pranon vetëm se inna Allah e tayyib, la yaqbal illa tayyiba. Allahu është i mirë dhe nuk e pranon vetëm se të mirën. Kanë thonë ulemat, inna Allah e tayyib, e bi maana, do të thotë Allahu është i mirë, nuk e pranon vetëm të mirën, do të thotë nuk e pranon vetëm se të sinqertën. Ajo që është me sinqeritet e pranon Allahu te bareke ve taala, ndërsa ajo e cila nuk është me sinqeritet, atij veç duhet me i thonë mos u lodh.
Se ai që si bën punë për Zotin, nuk i bën me sinqeritet punë për Zotin, aty duhet me thonë je ka lodhësh. Je ka lodhësh vallahi billahi po. A nëse tu i bë punë për Zotin, veç vazhdo se Zoti i don punë që bëhen për Allahun, edhe Allahu na urdhëroi me sinqeritet, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din, nuk u urdhëruat me diç tjetër vetëm se me sinqeritet ta kenë fen të çiltër, të pastër, të sinqert për Allahun te bareke wa taala. Pastaj dashurit e mi me shpeshtu kërkim faljen. Edhe kjo ndërlidhet me ato që e thash se na kem mangësi. E plotësimi mangësive bëhet kur ne kthehemi te Zoti, kur ne ndim kesh ardhe për mangësit tona, kur ne pendohemi te Allahu e neve Rasulullahi alayhi salatu wassalam ai bekum na mësoi neve si me prit natën e Kadrit, si me ndajt gati natës Kadrit, na mësoi një lutje që në këtë lutje po du m'ja udhëru hedije, po du me ndohë me ju që në këtë pjesë të natës që ka mbet, pasi që t'i falim taravit inshallah, mundohu sot mundesh kofsh i Zoti dej sabah me ndajt të thonë Allahumme inneka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Zot ti e falës, e don faljen fal mu, ama porosia e hoxhes është më supo koprat. Të mësojmë pak me dal pi individualitetit, të mësojmë me dal pak për i vetën ak lokut, se na u ka hinë shpirt një farë, jena boj individista, jena boj njerëz vetanak, veç vetën pedojmë, veç për veti mendojmë, me hop pak rafë, me hop pak durt, me ilon klapa qel, me ilon zemrën opse zemra në aspektin fizik, shumica e njerëzve normal zemra e ka madhësinë e vetë, pa jo madhësi fizike, ndërsa zemra në aspektin kuptimor nxen ma shumë se toka vend. Zemra nxen vend ma shumë se toka. Kështu që zemrat tona t'i ngjasojnë do të thotë banim, do t'i ngjasojnë hapësirave të mëdha. E kur bëjnë dua, mos bëjmë veç për veti, kur thush o Zot, ti e falës, e don faljen, ta shkapi klapat, fal ma nanën, fal ma babën, fal ma vllahun, fal ma motrën, fal ma dajen, fal ma tezën, falli krejt muslimant. Wallahi billahi, Allahu e don xhamatin. Allahu e don kur njerëz dion bashk. Yadullahi ma'al jamaa. Yadullahi ma'al jamaa. Durte Allahut jon me xhamatin. Ku ka xhamat, ka iman. Ku mbledhen musliman bashk, ku bohen safat bashk, ku jon safat një, ku jon një fjalë, aty ka bereqet, aty ku ka ndashmëri, aty ku ka përçarje, ndarje, aty s'ka bereqet. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka përmend Kur'an edhe kjo musibeti që unë mendoj, Zoti e din më së miri, musibeti i muslimanëve të sotshit, që na ka hup era, e na ka hup ora, na ka hup autoriteti për ballë tjerëve se është se e na përça. Edhe Allah e ka përmend këtë defekt në Kur'anin e tij famlar, ka thonë nëse ju përçaheni, ka thonë tadhhabu rihukum, me e barë me përkthy, ju shkan i humb era e juj, ama këtu për qëllim era e ka për qëllim qka autoriteti juj, krenaria juj, vendi juj ju hup. E muslimanve sot ju ka hup vendi, muslimanve ju ka hup autoriteti. Wallahi muslimant janë konë ata që i pasha Zotën a vodën, kur janë konë muslimant on dikoll i muslimanve. Unë e kom përmend disa herë, e kom përmend edhe në rrjetet sociale, e kem postu një prej flotave të ushtrisë muslimane kur kanë kalu ka bregdeti italian, ata në përkisha i kanë porosit murgjit e kisha me pas kujdes kombanat kur i kërsasin mos me bosh zhurmë shumë me to, se mos po i pengoj musliman të kalu në bregdetin tonë. Kjo është ajo krenaria edhe ajo autoriteti që ka qenë i muslimanve, po sot nëse e marrim edhe e shiqojmë autoritetin e muslimanve, e shiqojmë pozitën e muslimanve, d'vjen keq, d'vjen me kajt, vetë në gjalljet
ngjarje që janë të ndodh në Gazën e okupume, në Gazën e shkatrume, në Gazën e persekutume, tregon mirë qartë azi ku janë muslimanët. Vrahen fëmijët, vrahen gratë, vrahen pleqt, nuk dim se vrahen. Jo, ata dim se vrahen. Jo, ata dim se vrahen. Ata vrahen se ka thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ata vrahen se ka thonë dini Islam, dini jonë dini Islam. Ata vrahen se ka thonë nebijuna Muhammed, pejgamberi jonë Muhammedi. I vrahen se thonë Rabbun Allah, Zoti jonë është Allahu, për që ata vrahen. Nuk vrahen ata që janë palestinez. Nuk vrahen ata që folin arabisht, se ka plot tjerë që folin arabisht. Ka plot tjerë që folin arabisht e nuk vrahen. Po këtyne ju ka qellu me qenë musliman, e lumë ata për shpirtat e tyne. Wallahi billahi, për me i kajt, duhet me i kajt në dhe zemra të qka e shumë qka të ndodhë të këvlasdit tonë nga Gaza. Wallahi të dhem zemra të dhem. Kur e shef fëmin në vogël, e shef fëmin që hala erë si ka marë jetës, hala erë jetës si ka marë dhe shë që e kanë vra. Edhe dulem për e u qëtë Allahu subhanahu wa ta'ala ftyrën e vërtet të atyne suhjonistave, atyne gjakpirsave. O ka e qesin gjdo dit e ma shumë po del ftyra e tyre e vërtet, se ata jënë gjakpirsa. Para do ditëve besoj që e keni po, është të lansu një video për i videove në një tubim për tubimeve sekretet tëre, ku një prej kokave tëre të i kjede fmitin njep du të me i vro. Wallahi Gaza ja ka qitë ftyrën demokracisë. Wallahi Gaza ja u ka qitë ftyrën të ne shoqatave për të drejtat e njerëzit e këto kopollat që na kanë lodhë me to. Unë veç një pyetje e bëj, edhe me shka se bëj këtë pyetje, edhe kjo pyetje ironike është. Se jo që se di unë e përgjigjen, po për ju thonë, ku ju mbeten juve që ato organizata? Ku janë që ato organizatat e juja? Ku mbeten në mëre drejtat e njerëzit? A din që ma shumë se 10.000 fëmijë, ma shumë se 10.000 fëmijë janë vranë. Ma shumë se 10.000 fëmijë janë vranë në Gaza. Pse po vrahen se po dojnë mërnu në shtëpiat tyne. E nanë likurën tonë, që ta në po që ditë në me disa po thotë subhanallah, a thu val, a mos jënë konë që ta që po dalin edhe po folin kundër popullit Gazës, po qesin vënerë në rjetet sociale, a thu val, mos jënë konë me shkije mëre? Mos jënë konë me shkije këta? Se këta nëse e kanë po shkaun në Kosovë që ka ditë me bo, e një njeri për sukutimin që e ka po që është bo në vendin tonë, edhe me dollë në këra, me kriminelt, kjo veç e bën një njeri që s'ka njerëzilok, një njeri që i ka hub digniteti. Po ka njëherë po më hinë menja, po thëmë, do vallahi, ndoshta me shku vetu bullë, me folë me ta, nuk besoj kështu, po është një farë trendi mi a bo qefin dikuj tjetër. Ama ata vallahi e din, pasha Allahun e din ata që si jonë të sinqert këta. Se s'mundet me pranu një njeri që ka njerëzillok në trupin e ti me urnu me vrafmi. Edhe thëj ke zotnia, vritin i fëmijët se ata kanë murit, ata kanë me në luftu. Këta s'kanë faj, që e thujnë këto kështu, se këta e kanë një para arstëne. Këta jonë pjell e faraunave, jonë pjell e gjakpirsave të ma parshëm. Kështu kanë bu. Allahu i ka përmen Kur'an. Allahi nuk kalon, Zoti jonë nuk kalon asë një detaj për e sharun këtë liber. Problemi është që na se kuptojmë. S'po dojmë e kuptu, s'po dojmë ju binë që ka thonë Kur'ani. Se në Kur'an gjdo gjë është e sëqarume për këtë qështja. Ju dhe bihuna abnaakum wa yastahiyuna nisaakum. Thotë Allahu, ja u kanë prej fëmit e juj edhe gratë e juja. I kanë morë rëvnesha, i kanë bo, e i kanë torturu, e i kanë vra, e i kanë shnjerëzu. Si kurse sot o të ndodhë, po dhe njerë po thëmë, Gaza ja u ka qitë ftyren. E vesh një njeri po ftyrë, që s'ka ftyrë, del kundër Gazës. Tha jo s'na ka pranu neve. Qysh me të pranua i ty bre lojëm, kur aj që lind i okupum, lind i persekutum, lind po pos drejtën e liris, njeri po pos liris mundet me pranu tjetërin.
Ata s'kan vak kur mu marrë me ty, sa i se ka gajlen a me të pranu ty e mu, sa i ka gajlen me pështu kryt, se i del e vladi prej shpis, në kom e i kthejet në sandek. Po, apet po thom, kur hum njerëz zilokki, kur hum njerëz zilokku, s'ka njerëz zilok, atër ndodhin këto keq që janë të ndodh, për atë ne duhet me lutë Allahun, edhe një prej lutjeve këtë natë, ajo lutja e parë ke për ty. O Zot, ti e falës, e don faljen, më falë mua për ty. A kur i hap klapat, kur i kryn rendin e shpis, mos i haro vllazit du nga za. Më thonë, o Zot, qysh na ki nderu neve, afroni vllazën, ndreshin i sofat mirë, afroni se ka vend, qyre këtu sa vend, ka këtu edhe 5 veta, 6 kin, hajde edi, hes për para vëlla. Hesni se cili Alban, ndreshin, hesni për para se cili, le t'hyn se qyre edhe gati 7-8 minuta ka deri në ezat jacis xhamia veç mbush. Nalt ka vend, edhe pse kom thonë s'kam i thonë po s'po di, me jam nis me ra vetës, do të thotë më ra kontraditor me vetën. Hypni vend, nalt vllazni. Hypni se s'mundem këtu me mujt në dorën time më kon, në Zot për betona një 5 herë kisha rrit xhamin, 5 herë, 50 herë kisha më kon me mujt, po s'kam kapacitet, që kjo është. Hapi klopat edhe bën dua. Edhe non stop mos haro. Wallahi billahi këto më të përmend me kast. Unë e di që këta 2 mishat, për ju kërkaj hallalak, ju 2 misha, mos manzini për të madhe. Nuk për thomë ju në nëshmu se kjo konë caktimi Zotit, ka dheri Allahot, Allahu ka caktu për juve me lingë 2 E neve na ka caktu Allahu me i po ata me na u cilë në për pej që shën cilë. Kush shën cilë ata me për pej, kush i ka jetu me ta e tin. E tin ata që shën konë të meri pej 90 e këndej po flasë, se ka posa para 90, po pej 90 e këndej u konë, janë atut me dalë dhe me shku me pi kafe me dalë dika. Se një heke na bëjke hashër krejt. E tani kërë në dole da me qytetia, me vizdeqe, më nashesi për një, më dhe mali, arab. A i ke një shalipor, i ke pi qashtis gatë, deri, fot kërë s'ku se kemi dalë për para. Po, babe tjetër, mos ti këtu se tani him laknave, po qka qëllimi, du të me qitë vetën, na likurën e përsekutimit, të vrasjes, të masakrës e kena përjetu. Na e dim qka është me na pru dikon shfit masakrum. Na e dim qka me na pru dikon të vram. Na e dim dikon me na pengu. Falë Allahut, pasha Allahun, duhet me falendru Allahu subhanahu wa ta'ala fort, e pas Allahut duhet me i falendru dhe me audit për nderë djemëve ton të mirë, që me mutrit e tëne i ndalë edhe ja kanë bo sebepet për me ardhë nëse që të kena. Këto s'bën me haru, se po dalin ka njerë do sharlatonat ton, do adin do të meqem, që pasha Zotin ja kanë huq fort me fe, se mu bakon që e marin vesh fen, s'kishin folë shto, në vallahi billahi po, që ata që nuk e kanë marrë vesh fen, qaj që i thot të uhid jem, s'po mlen këto ati me thonë shkonë sot të uhid, se ke marrë vesh ti mirë, ti nuk e ke marrë vesh mirë të uhidin, se falë Allahut, pas taj që aty në djemve që jënë qu me embrojt që të vatan që to, me egzu që të liri, na sote që shto si shë mujtë mu mledhë, që to, që shto, ti mu mledhë, e unë me folë që shto, jo pasha Zotin jo, këto dush me ditë ti edhe mirë, se nëse se falenderojmë Allahun për lirin që e kena, tutna na e merë Allahu. E Allahu thot, le in shekertum le ezidennekum. Nëse në falenderoni, ja ushtoj mirësit. E na pa liris mund me adhuruas Allahun. Pejgamberi s.a.s. dashurit e mi, o kun Meke, a ka vend matë mirë se Mekja? S'ka bre vend matë mirë se Mekja. Po duf me dalë pej Mekes, se s'më i ke ma adhuru Zotin e vetë lirë në Meke. O duf me bo hijret me shku në Medine, me bo Medine në vatanë, në Medine me bo shtetin e ti, me adhuru Allah me pas liri, që tani me shpërdo Islamin. Po Zotin a përmisoft e në ndrejtoft. Pastaj dashurit e mi, nuk du të me haru, apet për i përsëris. Jena momentumin që to shkanena që ta shkakton. Këtë nuk e di apo me në për i përsërit. Nuk e di a kena me pas një mundësi dytë. Shpresa është, shpresa vdekje fundit. Na kërejt shpresojmë edhe ne shfrytëzojmë këtë natë madhe, në këtë mujtë rahmetit, në këtë shtepi për i shtepive të Allahu te bareke ve taala. Allahut na ripërsërit edhe shumë Ramazana. Allahu na bëf nasib me prit edhe shumë Ramazana, e me na nxon edhe shumë Ramazana me iman e me shëndet. Thuni amin. Allahu na nxoft me shumë Ramazana, arritshim shumë Ramazana, e Ramazanat na nxofshin me iman e me shëndet. Se kjo o begati, wallahi billahi,
plot statuse kom po, plot shkrime kom po, të thonë, babi po na mungon, nani po na mungon, vlla po mungon, shok po mungon, gru po mungon, djal po mungon, vajz po mungon. Na kretë kena njerë që na mungojnë. Neve kretë në këtë Ramazan e kena pas ka një vend zhbrast ku i na mësu me pa dikon që e ka plëcu atë vend. O që me ne me hongër se fër, ka hongër iftar me ne, aj këtë Ramazan së kon me ne, po ajo kon ndërdhej atje. E ndoshta, edhe unë edhe ti mundem me kon për i tëne. Ani, ti jo qumil, kush ta Gjeramonia, falem, se thash qumil se ma qitim i djoli riq atje, nuk thash ty qumil, i pejter hek i vjoll. Ti mirë, a Gjeramoni shala kom me ne. Stakërullah. A Gjeramoni kom u kon. Po, edhe a Gjeramoni të dojë gjera Gjeramoni. Se a Gjeramoni o njërë pozitiv, është energjik, edhe ne e lusim Allah që Haqë Ramoni në tjertë me i pasë shumë Ramazana, po kjo këtë mbet mbrenda dëshirës. Kjo këtë mbrenda dëshirës, vallaj, billaj, dashurit e mi, apet për i përsëris. Kujtoj e këto, ka plot që gëllë me ne, nuk jonë mu me ne. Ndoshta, na nuk e dim, unë e njëherë kom përmend këtu në ligjerate, kom thonë, atje në bashkësi islame, e ki pa kur të na vdek dikush du të me shku në bashkësi islame, edhe këtu me bëj thirrën, apet me bëj thirrën, vesh në bashkësi islame dhe s'ka tjetër ko. Kuj si pelqen, Novagetol, Panadol, Paracetamol, krejt ato rendi pin, vesh në bashkësi islame. Bashkësia islame është i vetmi institucion që organizon jetë fetare. Edhe, mos e harroni, se ta bashkësia e përmenda pe thom, se s'ka pas jetë me thonë. Nese, dikush tenton me erënu bashkësinë islame, me pilot përgjësi për e thom, ajo të dosh me erënu islamin. Nuk po thom që bashkësia islame e përsosme. Nuk po thom që individa në bashkësinë islame s'bojnë gabime. Jo, ata bojnë gabime. Ama bashkësia islame është i vetmi institucion që e ka rujt qëtë islam. I mire i keq, takojti, që kjo. E ata që tentojnë me erënu bashkësinë islame, pasha Allahun, ata në të dosh me në erënu që të qena. Se falë Allahut, mos me qenë organizimi të në, na s'këshë mujtë me organizu këto. S'këshë mujtë. Kështu që ta erujmë tonën, ta edujmë tonën, edhe t'i këfilim mend, se ka një herë, nuk është gjësë qka që ka shihet, na jetojmë, edhe pejgamberi a.s. ka thonë, keni me jetu vite mashtruse. Ka vite mashtruse, jo është gjësë që ka dele dhe e shë, prit, ka këtu të shëqyrë zotit, ka institucione, ka personat të thirum, le të del epilogin e rën fund, dhe të kryet dasma, e marim vesh kush orë ndasem, kush së kënë ndasem, kush ka hongër, kush s'ka hongër, po hala pa janis dasma mirë, utja ka dole, sabër. Për atë arsy, po du më këthy tek ajo që ka e thash. Shfrytëzoje, vallahi Ramazani në një vend ka nelt. Hajde nani, po të thëmë nani, ty që tjerë gjematin e mërë me veti, se s'keni ku falin e aty, veç e rinë në kumë. Në vend ka dhe sa dhe një 20 veta ju në nelt. S'ka? Lelani, s'ka bëllojnë. Allahi, po e më falë, ta pojmë qarën. Ulluni qashtu, që shenë në kumë, ulluni, bëni një vend lazit dhe t'ullet kur t'jenë koha më falë, se po më dekoncentrani kur pjëshon kumë. Edhe rini bëllë në kumë kur t'bojnë një nuse. Ma e kujtu dashurit e mi. Kam bet, nuk është nata e fundit e Ramazanit. Kjo është sinjali, ka nisë me i ra, po thonë kushtimisht, zilja ka nisë me ra që o ka përfundon. Ramazani po ik. Edhe kjo kur themi Ramazani po ik, pasha Allahun, besoj si se cili prej atyre që kanë në zemrat e ty në imon, që besojnë Allahun hak, janë nisë me dhim zemra. Wallahi janë nisë me dhim. Pasha Allahun janë gëzu fort kur në ka orë Ramazani. Billahi janë gëzu fort. Në kanë kesh ftyrat, edhe tash po në keshin, po në shoqërojnë, ka nisë me në kopë mërzia, se në të e lonë një habib, jena të e lonë, pe përcjellim një begatit madhe që apet po thomë, nuk dia kem me qenë ata fatlume, unë e lusë Allahun që me qenë pe i tëne që me pritë edhe shumë Ramazana. Po ti shfrytëzoje me përmisu
fillimin që ke gabu me përmisu me fund, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thot innamal a'malu bil khawatim, vepra shpërblehen sipas përfundimit. Përfundimi mundet me rregullu për atë të parën që ke gabu. Ka shku ajo, nuk mundesh me ndru, nuk ndrohet ajo mo, s'mundesh, nuk e ki mo mundësin mu këthy, mundësin që ka e ki, që shtot Ibnul Qayyim rahmetullah alej, thot musliman i mirë është ai i cili për të kalumen e ti kërkon faljet e Zotit, thot astaghfirullah, o Zot falem, o Zot kom gabu, o Zot përmisom, o Zot fal mi gabimet që i kom bo, për të ardhmen që nëse dim ana e presim të ardhmen, po të ardhmen thot mbështetet në Allahun te bareke ve taala, ndërsa në tashmen që është vepron. Ti dush me vepru sonte. Sonte dush me shtu fjallën, o Zot, ti e falës, e don faljen, me fal mua, e përsërit sa të mundesh, sonte nuk flen, edhe mos me shku nesër në punë, gjëna nuk hen, shefat që mërziten, ku i bën të lashe shefi shumë, vallahi, billahi, tallahi, qish për më shefi, qish është të veshun, unë e ka marrë me full me qatë shef. E unë e di që ka i thomë, qitë ajpi punës të marru në punë, kejtë e marë në punë, vallahi u gjej punë da u tanë, pasha mandin e Zotit po. Në pju betonë në Allah subhanahu wa ta'ala. Kërejt që tu që kajni shtash, që ajni mardhanje pune, mi u qitë shefa pi punëve, në Allah pju betonë, hala po bon një muj këtë punë shti. Se nuk është riskin në dorën e shefave. Se ka njerë Allah për nasë provon me do shefa, po thëmë Zoti ju udhëzoft. Zoti ju udhëzoft nëse e meritojnë udhëzimin. Se i shkon mirë, këto dheshin e fundit mi dhëmë pëndorve, a që ka një flanive, shka flani e bëni i badet. Se shqiptari e gjenë një mujtë ditë Ramazan i në gjallët biznisi, suksesi në biznis, 11 mujtë i ka 335 ditë që mi a jep hokin 335 ditëve a i gërditë për punës. Po thamë gërditë se jo ndo Allah i boft rahmet, më konë do këmë thonë me ja boj hizmetin i badetit, bindjeve ndaj Zotit, me ja boj hizmetin që ja bojnë dynjas, me loj këtë sabaj aksham të dera ju kishin ndajt. E para të arsy po thonë, mundoh sonte me e kalu, mundoh me e kalu këtë nata dhe të e kujtu non stop, të e kujtu se mundet me qenë nata e kadrit e fundit për ty. E para me ndoti me godit këtë natë, para me ndoti me godit me adhurim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Thot kush e kalon natën e kadrit me adhurim, me namaz, me istikfar, e duke besu Allahun hak edhe duke shpresu në shpërblimin e Zotit, i falen gjunohat e më parshme që i ka bo. Wallahi unë e kom shumë gjunohat. Unë po foli për rënesin, nuk po foli për ju, edhe unë e lusë Allahun edhe besej që jeni matë mirë se na. Unë e shkam shumë gjunohat. Unë e që ta shisha tut me dik. Nuk kisha pas fuqi me dalë para Zotit, se e di që kom shumë gjunohat, e di që kom shumë gabime, e di që kom shumë shime. Po, të njëjtën ko shpresa nuk më hub të Zotit. Se Allahu ka thonë, kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmetillah. Thua jo Muhammed, rob vetëmi, ndalo pash Allah në sash, ndalo me mu. Kuj për i bën thiri Allahu? A u ka i thirë Allahu ata robt e përkushtum, që a qojnë fjallën vend, që i binden urnave ti, që zbojnë gjunahe, që punojnë me urnat e Zotit, apo për i thirë dikon tjetër? Allahu për i thirë ata që e kanë të pru me gjunahe. Thua i rob vetëmi që e kanë të pru me gjunahe, që këtu na ketjena. Una e kom të pru me gjunahe. Unë është vetën që të e logariti. Unë e së logariti vetën me këqyr vetën që unë e vallaj më bëri mirë. Jo, unë e kom thonë një natë një fjallë të Imam Shafiut, rahimullah, po du me ripërsërit. A di kush e konë Imam Shafii? O konë një pi ulemave të naj, Muhammed ibn Idrisu Shafii, është themelusi me dhebit Shafi. Alem, kalibrit të madhë, genial s'ka qenë. E ka thonë një fjallë, që qëfar fjallë e ka thonë? Ka thonë, uhibbu salihina, o lestu minhum. I du të mirët edhe pse s'jom pëtëne. I du të mirët edhe pse s'jom pëtëne. Kur Imam Shafiu kush o konë, e ka logarit vetën që s'është pejtë mirëve, qa me thonë na? Edhe kjo cilësi e iman live është,
Kjo cilësia ata që e besojnë Allahun. Ai që e beson Allahun pak, ai se çon kryt, që e beson Allahun shumë, ai se çon kryt me këshir njerëz tu, pa e din se sa i mang të përballë Zotit. Sa ai që e beson Allahun hak, edhe një Allahun e din sa ka hak përballë Zotit, sa ka detyrime para Zotit, që ata si len ko kam ju çutë nalte, po e ul krytot o Zot falem, o Zot drejtom. Ai Rasul Marokon sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i Zotit Marokon, e ka pas Safia gruaja vet tu fal të natën tu fal. Ju kanë aj komt sallallahu alaihi wasallam, komt e ti ju kanë aj komt, edhe ka pas Safia në gjendje, edhe i ka thonë, ja Rasul Allah, as ti ka falë Allahu gjënohet e ma përshme që i ki bo, e gjënohet e ardhshme që kimi bo, demek, ja Rasul Allah, ti e gjennet li, se nëse Rasulullahi, nëse Muhammedi a.s. nuk ka gjennet li, s'ka gjennet. Nëse Muhammedi a.s. nuk ka gjennet li, gjennet s'ka. Ka thonë, ashti ka falë Allahu gjënohet e ma përshme, e arshme, që ka thonë, afala an akuna abdan shakura. Ka thonë, si mos t'jem, ka thonë, unë e rob falendrus ndaj Zotit. Para të dashurit e mi, të kërkojmë falje, t'i kthehemi Allahut, të pendohemi për të bomat tona, belil insanu ala nefsihi basira, njeriu është i vetditur rreth çështjes ti e din ka t'hin uje. Wallahi ti e din ka të t'hi uje. Ti e din a e buri mirë as e buri mirë. Wallahi ti e din që na Zoti na falt. Allahu na përmirësoft, se shpesh herë na dim më undrejt para tjerëve, dim më zbukuru kur na shohin tjerët. Ama vetu mosht marifeti më koni mirë. Që ta dhe Allahu, kur ku vallahi Kur'an se ka lavdu dikon që del hapta se ka zën imonin e ti. Po ka thonë, inne ledhine jakhshawna rabbahum bil ghaib, ata që Zotit i kanë frigen, i druhen Zotit kur janë vetmi, vetum. Jakhshawna rabbahum bil ghaib, kur janë vetum. E para ta ka thonë Allahu, ka shpërblim të madh ka. Allahu të pret ty edhe mu këthy. Mos kujto që o vonë mu këthi të Zoti. Kur së vonë të Zoti? Nëse dikush të thotë o vonë të ka rajt, nëse dikush të vonë të ka thonë vonë të ka mashtru, kur së është vonë mu këthi të Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në vohë pe i robë betit mire që këthejmë taj. Për fund dashurit e mi, po du me i thonë 2-3 fjallë, pasha Allahun, betonën Allahun subhanahu wa ta'ala. Wallahi, billahi, tallahi, që të në 3 betë më të mdhaja. Mos me besu që të shka du me thonë, nuk ju kësha thonë. Se mbaj përgjësi për Allahut, thotë Allahun Kur'an, ma jelfidhu min qaulin, illa ledejhi raqibun atid. Nuk e thotë robin do një fjallë, veç se ka për cjellës që e për cjellë, edhe e kontrolon, e shikon, me precisitet që ka të thonë edhe e shkruan, krejt shkruan. E se kom njetun e me ngarku vetën, për kërkan tjetër, po besoj që shtu në besoj, që kjo besim jem. Për çka është fjala, ju e dini shumë mirë dashurit e mi, se falë Allahut, pastaj juve, bashkësia islame ekziston. Kontributi juj e bën që bashkësia islame me vazhdu me institucionin e ti, me e shtri, do të thot organizimin e jetës fetare në Republikën e Kosovës. Me vitrat e juja, me zeqatin e juj, jena shkulluna. Na u kanë shkullu hoxalarët. Wallahi s'po du me i përmend me emna, se tut na më kesh kuptojnë. Ama dihet kush jon hoxalarët në se cilin qytet, kush punon për fe, kush o i Zoti, kush o kur fol ambel, ka i shëpt konda me ndi, dijen ata kërën shkullu. Dijen ata kërën nis, këtë jon bit me drezës. Une në gjamin tonë këto, nëse cilin vit na organizojmë me shku me i ndihmu, edhe me i përkra, ju çdo na keni përkra, na i keni për vitrat, na i keni për zeqatin në gjami. Ju kësha lut për Allahun subhanahu wa ta'ala. Me paret e juja, jonë 200 muallime, 200 mësuse jonë, të ponsume në basin islame, që i mësojnë motrat tona, fëmijët tonë i mësojnë. Këto pe përmendi vesh një pjesë, është medresja Alaudin, që do të thot ka 3 shujtje ditore që studentat hajnë aty. 3 shujtje ditore. Mësot Kurani o i dashur jam. Kuranin e mësojnë, medresë mësot Kurani mësot.
Në medrese e mësën elhamdulillahin, në medrese e mësën kul huvallahun. Nesër kur delti para Allahut, ti e ndihmu si kul huvallahut. Ti e të ndihmu ato. Aja vlen ti tash me ropre e fjallëve të filonit e të fistekit. O ti krye farzin tënë para Zotit. Qështu Zoti ka me të vetë ty për punë tuja, jo për punë dikuj tjetër. Kontributi juj duhet të jetë, edhe ne presim për juve që ju me na përkran këtë qështje. Vallahi apet për thëmë, unë e besoj, unë me familjen teme, këtu e derdhi atë temen. Wallahi billahi tallahi tribe madloja pa i bëj. Unë e vitat i paguj, këtu i paguj. Këtu i paguj. Kush në zëmbes mirë, kush në zëmbes o i lirë, unë me zorë kërkan se kam njetë me shti, ama e kam me borgjë, mi ju thonë, vallahi, billahi, sikur që e thashtë në fillim, tendenca e rënimit të bashkësisë islame o tendencë me shkatru islamin. Tendencë është, e na duhet me ditë ku me kontrashtum. Na duhet me ditë ku me kontrashtum, me përkra, jonë do të thotë mbi 800 gjami, 800 imam që jonë. Na nuk kena, shteti jonë nuk ndonë pagë për imamët. Nuk ndonë pagë për imamët. Bashkësia Islame organizon. Ajo e organizon këto krejt. E ato organizohen për kuj? Organizohen për juve. Mu vjen keq. Wallahi billahi se po turpërona kur pjo lypim. Po turpërona para juve, po kër e di që e kom bërgjë para Allah subhanahu wa ta'ala, atëra e po mjep forcë, hala me e kërku. Wallahi billahi dhja, petë për e thomë se vdekja është ma afer se tesha të drëpë që kena. E wallahi kur kem e dek, kem e kuptu se wallahi billahi na nuk kem pas kur farë interesin këtë punë. Interesi vetëm është. Edhe unë e lusë Allahun këtë natë madhe, në këtë natë bekume. Qatë ditë kur na hup interesi i dinit islam, Allahu na largoft i kësaj përgjësie. Na largoft Allahu prej imam lokit. Mos na e boft nasib më ullë që tu me folë. Jam të e folë dua me shumë vetdijem të e bo. Se unë e di çka besoj. E di çka besoj edhe di çka veproj. Po thamë, o Zot, kur fjalët e mia dalin pej gojës teme e nuk e synojnë kënaqësinë tonde, mos ma bën nasib ja Rabbi me fol. Se s'm vyn mua ato fjalë. Wallahi pse ju duhet çështu po ju flas. Ju duhet për Allahun, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ska besu askush pe juve përderisa nuk ja don të mirën vllaut vet, që ja don vetes. Unë u të mirën. Leni avet po them. Unë e di që dikush thot unë e kam familjen atje, edhe me këto pe përmbylli. E kam në filon familjen atje, çaj atje familje. As mundesh me 1 euro me na e prun xhami për Allahun auton. As mundesh vesh 1 euro me na e prun për Allahun xhami. A mundesh 1 euro për hir të Allahut me na e prun. Mos mi pru vita hiç. 1 euro, a mundesh me i pru. Me thotë çto 1 euro do më ia çuni me dresanti do më ia çu. A mundesh me i pru. Unë besoj që 1 euro se çdo i kanë 1 euro. Shumica e neve i ka 1 euro. Çata fëmijë, nëse doni që tu në xhami, a vetë të thon po vjen shumë keq i thon. Wallahi billahi tallahi, unë jam produkti që sa jam. Hoxha ju që sa xhamis, të vjen keq i thon, i ndi plot kur thon organizimet e kurshon lise po bëjmë kështu. Wallahi unë jam produkti me drejtës jam. Hoxha jam i parë, kon medresant. Medresant të kon. Po, unë e kom kry fakultetin në Medine, jo, ama inspirimin e Hoxha Allahit e kom marrë qëto. Qështë e kom marrë? E kom marrë pej gjyshit tem, prej vallë tem, e tani edhe tjertë. Po, pej gjyshit tem, se kom marrë me Medine, e kom rumbullaksu. Ama këta e kem marrë, kështu që këta e buna krejt, ndoshta edhe dikush ka me më kesh kuptu, ndoshta edhe dikush ka me më bishtu, unë nuk e kom gajle mu shajt për Allahun. Nuk e kom gajle mu shajt për Allahun. Wallahi se kom gajle se e di që Allahu ka me ma pastru në derin tem, nëse me të vërtetun e kom bo për Allahun subhanu wa ta'ala këta. Edhe njerë për ju thëmë, në bëni halal, ju kërkoj falje për e poshtë arsysh me qëto fjallë me i thonë. I bindum jam që unë jam njeri edhe kom gabu, sa aj që folje dhe gaban, për gabime që i kena bo, për thëmë, o Zot falla, e na përmisa. E për aty ku ja kem qëllu për mirësive të Zotit, për begative të Zotit, أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه هو الغفور الرحيم. Priçit edhe shumë natat mëdha, tash për e thirr e zonin Muhamedi edhe mbas e zonit direkt Haxhi Rahmoni bën ikamet edhe him farz inshallah taala në farz të